nëse të nxenë syfyri, duke qenë i papastërt xhenop. Kjo është një pyetje që shpesh e bojnë rinia dhe shpesh i ndodh. Si femrave, ashtu edhe mashkujve. A prish punë që muslimani ta përgatis syfyrin, të haj syfyr, ka lejkoha syfyrit, hini imsaku, edhe kjo apo kjo ende nuk është pastruar, është i papastërt. Në asnjë mënyrë nuk prish punë. Fare nuk ka probleme punë. Do ta kuptojnë motrat dhe vëllezërit tanë se nuk e pengon agjerimin tënd, syfyrin tënd, nëse je i papastërt. Nuk e pengon. Ka në hadith të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregon Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi në zinte mëngjesi, agimi, në zinte agimi dhe ai duke qenë xhenop. Në zinte agimi fjala kalonte edhe koha syfyrit edhe hinte edhe sabahu, lahi dhe vazhdonte agjerimin. Çka do të thotë se ka humbur syfyr i papastërt. S'ka gjë të keq. Përderisa akti si akt me shiftet bashkërtor është krye para agimit të dytë. Është krye para se me përfundu koha, kur nuk ka të drejtë me humbur.